destinacioni... Dhe mos haro, ky është destinacion që e ke zgjedhur vetë. Po pra, pikrisht, dhe ato me ndërgjegje të plot. Duke ju bindur diktatit të ndërgjegjes sate i motivuar nga besimi dhe arsye. Ti po mi lexon mendime në kokë. Më mirë ta themi po Po, nxitojmë. pikrisht, ti ishe nisur për një destinacion caktuar. Ku e di ti? Vetë kuptohet, edhe unë po eci ose më mirë të themi. Shoqata kulturore EUNEUM nga Tetova mbrëm prezantoi për publikun artëdashës të Tetovës dhe më gjërë shfaqjen teatrale Panoptikon, e cila është realizuar sipas veprës Striptease nga autori Slavomir Mrozhek. Përshtatja dhe regjia është bërë nga Petrit Neziri. Në këtë shfaqje kanë luajtur aktorët Abdullah Osmani, Edmond Sadiki dhe Ardit Selmani, ndërkaq për skenografinë u kujdes Bilgaip Koçishte, për kostumografin Medina Hoxha, kurse muzika u përgatit nga Rakip Idrizi. Panoptikon sjell në skenë reflektimin mbi kontrollin, lirinë dhe absurditetin e shoqërisë moderne, duke ndjekur stilin karakteristik satirik të Mrozekut. Një përvojë teatrale që premton të sfidojë mendimin kritik dhe të ngrejë pyetje të rëndësishme për realitetin tonë shoqëror. Gjëja më e keqe është pikërisht kjo paqartësi. Por e prit. Isha i shtrirë në tokë, i rrëzuar në tokë. Po. E ku tjetër përveç në tokë? Jo, kjo s'ka kuptim, kjo s'mund ndodh, prit, jo, dikush më lësoj për tokë. Jo, dikush më shtriu për tokë, po, më shtriu për tokë. Më tepër i hedhur për tokë se sa i rrëzuar për tokë.